por edhe diaspor, fitim e kemi edhe një lidhje direkte, apo jo në këto momente? Po, do ta kemi Lulzim Veliun nga Gjermania, nga regjina thënë se tashmë e kemi në lidhje direkte, atë Lulzim nëse po na dëgjon, si e keni parë procesin zgjedhor duke referuar edhe votimit, atë Lulzim nëse po na dëgjon, si e keni parë procesin zgjedhor duke referuar edhe votimit të djeshëm, pra që është zhvilluar paraprakesh në diaspor dhe pritjeve për ditën e sotme. Mirë mbrëma për ju dhe shikuesve televizionit e KTV-s. Po pra, deri më tani çka kemi parë të gjithë përmes mjeteve të informimit, shihet qartë se kemi një proces të mirë, proces pa ekscese, pajtohem me atë që e tha edhe Eraldini pak më parë, që Kosova është një vend që njihet për zgjedhje të mira të ndershme në gjithë rajonin dhe në këtë pikë besoj se jemi shumë para vendeve të rajonit. Ne në diaspor, pjesa atyre që kemi mbetur pa ardhur pra në Kosovë, pra që kemi votuar jashtë vendit, kemi kryer votimin një ditë më parë, pra ditën e djeshme, dhe ku ka qenë një proces shumë i rregullt, shumë normal, pa ekscese, pa problematika dhe me një pjesëmarrje të madhe, pra në vendin ku unë jetoj në Düsseldorf, në konsulatën e Düsseldorfit, pjesëmarrja ka qenë diku te 82%, pra nga të regjistruarit që kanë fituar të drejtën të votojnë drejt për drejtën në konsulat, 82% nga ata kanë votuar tje dhe sot ne nga diaspora me shumë vëmendje dhe me kujdes po ndjekim procesin zgjedhor që është duke u zhvilluar në Kosovë e deri në këtë moment jemi të kënaqur se sidomos me rregullin dhe qetësinë që është duke u zhvilluar pa ekscese, pa problematika, por me sa po duket edhe pjesëmarrja do të jetë të kënaqshme, pra orët e fundit shihet qartë se është rritur numri i atyre që janë drejtuar kutive të votimit. Urojmë që pas kryerjes së obligimit të qytetarëve që edhe partitë politike dhe subjektet tona politike dhe liderët e partive politike të jenë të përgjegjshëm kundrejt votës së qytetarëve dhe të krijojnë institucionet sa më parë që është e mundur. Po, dhe zoti Lulzim, marr parasysh të entuziazmin e diasporës, cilën po e shohim gjithë edhe këtu në Kosovë sot gjatë këtij procesi zgjedhor, çka prej diaspora prej këtyre zgjedhjeve? Po me thënë të drejtën është bërë tani më traditë që në prag të zgjedhjeve dhe të gjitha zgjedhjeve diaspora të jetë në majën e gjuhës së gjithë politikanëve dhe partive politike. Mirë, për çka është bërë për diasporën, ne e dim të gjithë që është bërë shumë pak. Është bërë shumë pak për mos thënë fare. Përjashto ligjin që me të cilin është mundësuar bashkëdhëtarëve të votojnë në selit e konsulata dhe ambasada që është marrë pra në fillim të mandatit të qeverisë Kurti 2 në vitin 21, thua se nuk është bërë asgjë tjetër. Diaspora ka kërkesa të mëdha, kërkesa që shumë herë i është drejtuar institucioneve me problematikat dhe kërkesat e tyre, e ndoshta njëra nga ato me që jemi në praktës, me që jemi në ditën e zgjedhjeve dhe po votohet sot, shumë e drejtë do të ishte që diaspora të kishte të drejtën edhe të votohej e jo vetëm të votonte. Pra, unë mendoj se zgjedhja më e mirë për diasporën do të ishin vendet e rezervuara, ashtu sikur që i kanë komunitetet e tjera, edhe diaspora të ketë vendet e rezervuara në parlamentin e Kosovës, pasi që e mendoj se një gjë të tillë e meritojnë dhe bëhet fjalë për numër të madh të qytetarëve të Kosovës, të cilët nuk jetojnë në Kosovë, por kontribuojnë shumë për Kosovën. Zoti Lulzim, cili është potenciali i diasporës, sepse diskutuam edhe me mysafirin paraprakesh që kishim ish diplomatit Lukshini, që ka shumë sektor në cilë diaspora do të mund të kontribuante. Aktualisht cili sektor do të mund të kontribuante më shumë të diaspora dhe sa është shfrytzuar ky potencial i diasporës nga qeverit, edhe qeveria fundit, po edhe qeverit e kaluara? Po, unë mendoj se ky potencial nuk është shfrytzuar fare. Ka potencial në të gjitha sferat e jetës. Sot diaspora shqiptare në Evropë ku do të qoftë, nuk është më diaspor e cila ka bërë vetëm punë krahu. Sot kemi gjeneratën e tretë që është duke u rritur dhe duke u shkolluar në të gjitha sektorët e mundshëm të jetës në përvende të ndryshme
në ku jetojnë shqiptarët. Dhe si të tillë ata janë të përfshirë në të gjithë sektoret e jetës në Gjermani dhe ka potencial të mjaftueshëm, potencial të cilin asnjëherë nuk e ka shfrytzuar qeveritë e Kosovës. Jo, kjo e fundit, por të gjitha me radhë njëra pas tjetrës. Për një gjë të tillë, unë kohë më parë me një konferencë të organizuar në Prishtinë, përveç kërkesave të tjera, kam shtruar kërkesë qeverisë së Kosovës që të bëj një regjistrim të diasporës, jo vetëm në numër, por edhe në strukturë. E një gjë e tillë do ta sqaronte shumë mirë potencialin e diasporës që ka Kosova sot. Po, dhe zonë Lëzim, sa i përket procesit votimit, si keni parë organizimin e procesit votimit me post? A ka pasur probleme, a ka pasur ankesa këto ditë të gjithë ata që kanë shfryzuar të drejtën e votimit me post, sepse duket që ka qenë njëra prej formave më të kërkuara nga ana e diasporës? Po, ka qenë më të kërkuara me që hapësirat kanë qenë të vogla për të votuar drejt për drejt, pra ka qenë numri kufizuar në për konzulata dhe ambasada dhe në këtë mënyrë e detyruar që ta bëjnë me post, megjithëse kësaj radhe numri atyre që kanë kërkuar ka qenë më i vogël se në zgjedhjet e kaluara për shkak se një pjesë e madhe e tyre kanë ardhur në Kosovë për të kaluar festat e fundvitit e njëkohësisht edhe për të kryer deturimin e tyre qytetar, pra për të marrë pjesë në votim dhe për kjo ka qenë arsyeja që ndoshta numri i tyre ka qenë më i vogël që kanë kërkuar. Fillimisht është dëgjuar për vonesat të fletë votimeve e për problematikat e tjera deri më tani nuk është dëgjuar, po si traditë e ne problematikat dëgjohen pasi të mbaron procesi. Edhe për një gjë të tillë duhet të kemi durimin edhe pak dhe derisa t'ju vjen radha votat të diasporës, megjithatë ato janë votat e fundit që numërohen nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe unë vazhdoj të uroj që këto zgjedhje të përmbyllen sa më mirë që është e mundur, të kemi të paktën 1 milion njerëz që do të votojnë sot, se patjetër edhe përgjegjësia do të jetë edhe më e madhe për subjektet dhe liderët politik, dhe pastaj edhe ne si votues do të kemi të drejtën më të madhe që kërkojmë përgjegjësi nga ata që i kemi votuar, me shpresë që të kemi një qeveri që të kemi krijimin e qeverisë sa më shpejt që është e mundur, pasi të gjithë e dimë se nuk kemi buxhet të gjashtë. Mos krijimi i qeverisë deri në fund të shkurtit do të thotë se do fundemi në problem financiare. Po, dhe kretë në zonë Lëzim, se ka perceptuar vetë diaspora dhe mërgata jonë të që jetojnë atje gjithë të blokadën me cilën u përball vendi gjatë këtij viti? Po, ka qenë e pasëshiruar, ka qenë diçka që nuk e ka dashur askush nga bashkëpunëtorët tonë, ashtu sikur edhe ju të tjerë që jetoni në Kosovë, pasi që ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se blokada nuk i ka sjellur askujt të mira, ka qenë diçka që e ka bllokuar vendin tonë, sidomos kur kihet për bazë situata gjeopolitike në të cilën ndodhemi tani, duke mos përjashtuar edhe problemet të tjera, kohën e zgjedhjes presidentit, marrëveshjet ndërkombëtare, pastaj edhe pjesën e buxhetit, të gjitha këtu janë problematikat të cilat e kanë bërë të padurueshme, e unë uroj që ky ngërç politik të marrë fund me ditën e nesërme, kur edhe domethënë do të fillojnë menjëherë me negocimin mes të subjekteve politike për krijimin e qeverisë së ardhshme. Atëherë falenderoj shumë që ishit në këtë linjë direkte sot me ne. Faleminderit, ishte kënaqësi. Lëzim Veliu nga Gjermania, me cilin diskutuam lidhur me kryesisht me pjesëmarrjen e diasporës, ndërkohë